Mungesa e shërbimit për grumbullimin dhe tërheqjen e mbeturinave në fshatra është një problematikë e kahershme dhe shumë shqetësuese për banorët e ndotjen e mjedisit. Në njësinë administrative Trebisht të Bashkisë Bulqis nuk ofrohet shërbimi për grumbullimin dhe tërheqjen e mbeturinave. Pamja që të ofrohet në fshatrat Muçin e Çelebi është vërtet e frikshme. Mbeturinat kanë pushtuar thuajse çdo hapësirë pranë banesave, për rrua e çdo gjë tjetër. Banorët e Trebishtit fajsojnë pushtetin vendor i cili sipas tyre nuk ju ka ofruar shërbimin e grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave. Në të gjithë fshatrat mungojnë koshat e mbeturinave e përpasoj, këta të fundit përfundojnë në hapësira publike duke shkaktuar një ndotje të tmerrshme mjedisore. Edhe këta mbeturina në qoftë se ka ashtu dikush që t'i mbledhë. Ne hedhim, nuk ka kazane këtu. Ku di hedhim? Nuk kanë faj njerëzit aty. Ku e dim çfarë paguajmë, çfarë duhet këtu kur kanë ardhur, çdo gjë kemi paguar neve. Edhe gjithë Republikën e Shqipërisë e kanë ndërtu golloborcit. Edhe golloborët është katastrofë tash. Nuk kanë turp këta. Tani tjetër, si që shef edhe ambientin mbeturinat një, këtu është burimi më kryesor për sëmundjet. Të punohet që të ndërgjegjësohen njerëzit nga burimi. Ato tani bashkia të organizoj të marrin masa për t'i tërheqë. Jo, po plastika tani na mbyti. Dorë nuk vjen shteti, vetëm për votime vjen, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Nga ana tjetër, banorët shprehen se ju është premtuar gjithmonë që do të vendosin kosha mbeturinash, por deri tani nuk ka ndodhur një gjë e tillë. Ata pranojnë të paguajnë taksën e pastrimit, vetëm të ofrohet shërbimi dhe të ndalet masakra mjedisore që vjen si pasojë e hedhjes së mbeturinave nga më të ndryshmet.